Tronditse në Itali, roja i sigurisë plagos bashkëshorten 30 vjeçaria në gjendje kritike. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Paduli, provinca e Beneventos, Itali, ku një grua 30 vjeçare u qullua me armëzjarri nga bashkëshorti i saj, i cili punonte si roje sigurie. Gruaja ndodhet në gjendje kritike dhe është transportuar menjëherë në spitalin rajonal për trajtim. Autori u arrestua nga karabinierët menjëherë pas mbërritjes në vendngjarje dhe hetimet janë në vijim për të sqaruar rrethanat e incidentit që ndodhi në banesën e çiftit në zonën Femina Arsa, shkruajnë mediat italiane. Gruaja u dërgua me urgjencë në spitalin San Pio në Benevento në gjendje kritike, ku sipas buletinit mjekësor u intubua dhe u nështrua një ndërhyrje delikate në kirurgjinë vaskulare për ndërtimin ose zëvendësimin e arterjes aksilare. Aktualisht ajo raportohet në gjendje të qëndrueshme, ndërsa mësohet se ka pësuar edhe lëndime në pjesën e poshtme të barkut në momentin e ngjarjes. Fëmijët e çiftit 9 dhe 12 vjeç nuk ndodheshin në banesë.